Është e qartë, nuk ka ndodhur shumë sene që kanë me rrotullu, me ndryshu hartën politike të nënshkurtit, të paktën është mendim jam. Dhe nëse pavarësisht plus minus pra na u përsëritë numrat, ku është LDK-ja? A mundesh më na thonë se kjo për mua dhe besoj edhe për shikues rëndësishme. Pra, a ka një lëvizje nga ai pozicion që as me këta nëse mbetet i tretet prapë në garë? Faleminderit shumë. Po, mund ta them me përgjithësi se në forumet tona po diskutohen 3 shtylla kryesore që na ndihmojnë për me kthjellu mendjen dhe me pas se si do të ecet përpara. Pra, e para ka të bëjë me formimin e institucioneve. Pra, me qeverinë dhe zgjedhjen e presidentit, sepse këto duhet të jenë në pako të përbashkët. Pjesa dytë janë marrëveshjet ndërkombëtare të cilat ne duhet të ecim përpara dhe bashkërisht me faktorët ndërkombëtar të mos ndalim, dhe shtylla e tretë ka të bëjë me zhvillimin e Kosovës, që në këtë rast ne flasim për projektet dhe platformën e Lidhjes Demokratike të Kosovës me gjitha projektet e saj që i ka pas në zgjedhjet e kalume, sepse nuk është që ka ndryshuar diçka, sepse s'është bërë asgjë. Dhe këto do të na ndihmonin pastaj të shohim se me kë mund të bashkëpunojmë. Pra ne sigurisht që preferojmë një koalicion të opozitës. Ju thatë më herët se ne jemi betonuar, por nuk ka qenë e vërtetë për shkak se numrat nuk kanë qenë në tavolinë dhe nuk kem pas mundësi me bë asgjë me këto numra që i kem pas edhe ne si opozitë edhe pjesa tjetër andaj, por Lidhja Demokratike e Kosovës ka refuzuar me shku në koalicion qeverisës me lëvizjen vetëvendosje për shkak të kaluarës së saj që kem përmend shumë shpesh edhe në studio televizive dhe në për paraqitjet tona. Tani është e rëndësishme që ne duhet të vendosim institucionet tona, pra të kemi kryeministër, të kemi president dhe e dini çka, afër 72% të institucioneve kredibile në vend funksionojnë me ushtrues të detyre, pra në për prokurori, në për gjykata, në për borde të ndryshme, edhe ato do të jenë pjesë e një diskutimi të gjithëmbashëm për t'i dhënë drejtim, sepse kështu nuk mund të tolerohet dhe nuk mund të ecet përpara. Gashim? Blerim Gashim. Zotë Azemi Mimrova. Për te këtyne marrëveshjeve ndërkombëtare dhe këtyne shtyllave që keni përcaktuar, që natyrisht do ta kemi mundësinë të përcjellën çash palosis programit të LDK-s. A mundna mu këtyne disa tema më konkrete, që nashta besoj janë jo vetëm në interesin publik, por edhe interesimin publik. E the ka autorizuar, e kem dëgjuar edhe nga deklarata e kryetarit partisë tuaj Abdi Gjiku që ka autorizuar grupet. Me sa di është zoti Aziri, Lutfi Aziri dhe të tjerët që janë ka e bojnë listë. Jeni kryetar dhe sekretar. Po. A jeti manalt numra është 60. Edhe a konsideron si prurje të re 60-ën të azojmë reciklimin, a quan reciklim të Ukrugovës, apo rikthim të Ukrugovës, sepse ka pas edhe lista Ibrahim Rugova që ka shku atër me zotin Haradina i ta akës, edhe një detalj tjetër. A ki informacione dhe a mund shpëndash me neve dhe publikun informacione cili është fati politik i krahut ta quajmë kështu pak ma ekstrem ose pak ma jo të dashur për kryetarin e tanishëm të LDK-s Abdi Gjiku, për Abdullah Hotin, drejton Selmanën, Agim Veliun, edhe të tjere të ngjajshëm. A janë lista jo, mas pari? Në listë, disa për këtyre që i përmende janë listë, sigurisht që po. Unë për Ukrugovën nuk mund të them që është rikthimi UK-s, sepse UK shtëpim politike, ka Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe është i pandashëm si familje Rugova me LDK-n, për shumë të ndajme të themi se kemi rikthim. Ato që e keni pa jo dhe kemi pa gjithë, ka qenë vendosja e Ukrugovës në listë zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra UK ka pranuar me qenë pjesë e listës, por nuk mund të themi që është kthyer në LDK. Për mua bëhet një pyetje, më tash më herët për besë nuk e di se çfarë numri do të kem, por nuk e kam fort atë problem, sepse kam do gale më të mëdha për me punu në terren e mi siguru votat për parlament, kështu që besoj që ajo pjesë është pjesë teknike. Për dedën nuk di çfarë them, nuk kam në qendrim. Falenderoj shumë Azemin. Azemi të pres javën ardhshme këtu në studio. Faleminderit shumë. Për diskutuar mbi politikat edhe mbi primesat kryesore
të